Nuk jam të ditë që me njës këtë video se dhe më thonë absolut jam i emocionum sa zbohet se jam të shku në qabe. Edhe si që një të po dhe më thonë e kena falë sabajnë. Edhe dalga dalin ato njësë në aeroport Prishtinës, tani prej Prishtinë direkt e kena aeroplanin në Gjidde. E tani prej në Gjidde, Medine, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Keni me po qdo hapë që ka kena me bo, ka kena me shku, kështu që rrinë me neve. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Selamet ja dërgoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij besnik dhe mbi ata të cilët e ndoqën dhe ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Umregjit të nderuar, fillimisht falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka bërë pjesëtar të udhëtimi, e udhëtim që është padyshim i veçantë. Pastaj e dyta është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot ai sallallahu alaihi wasallam: "Men lam yashkurin nas lam yashkurillah azza wa jall." Ai i cili nuk i ka falendëruar njerëzit nuk e ka falendëruar Allahun subhanahu wa taala. Andaj unë në emër të agjencionit ju falenderoj ju e gjithëve që keni zgjedhur jeni pjesëtar e këtij udhëtimi dhe keni zgjedhur që këtë udhëtim ta bëni me agjencionin ton Hijaz Tours. Mirë mëngjes krejtve. Për momentin jena në Prishtinë edhe si që pot, do më thonë nuk keni hymje e zakonshme e videove të mija. E qka të ndodhë këtë video, paka shumë t'ja shpjegoj. Me kompaninë Hijaz Tours jena nisë për me bo umre. Për momentin jena në Prishtinë, prej Prishtinës, me aeroplan, kena fluturim drejt Gjiddës. Besoni që jam shumë i emocionum edhe s'jam të ditë që ka me folë. Unë deri sot kom bo shumë udhëtime, kom shku, kom vizitu vene, amo më thonë në asnjë moment s'jam di si tash. Se di, fjalët janë tepërta. Okej, njerëz, tash e kena bo dhe check-inin, pra si që një te po, aeroporti i Prishtinës, edhe e kena kry pjesën e check-init, kom hip qëtu në altë pak me ongër, na i buk, na i sen, se shumë jam unë, dikun në 14. E kena fluturimin, për momentin, ora është 7:24. Mboft mirë për momentin, kjo mëngjesa, shka mi thonë, e me aeroplan tani shihemi. Okej, njerëz, sa po kena mri në aeroport, po mënoj për momentin këtu të aeroporti i Gjiddës. Tash e kena rutinën, dhe më thonë pasaportat me kontrolu, edhe prej aty me tren të shpejt drejt Medinës së Shejt. Halo, në trans jam, dhe më thonë sa të mu besu halo që kom ardhë. Asun se di me shka ka mu ballafaqu, po mënoj me çfarë emocione ka mu ballafaqu, e për me marrë vesh këtë sen, këshire në videon deri në fund. Këtu haxhit që i ka zonë namazi rrugës në aeroport janë të falë namazë. Pra njerës këtu ndalit aeroportit e kena një akvarium tepër të madh i stërmbushur me peshqi. Zdi se një t'i vrejt, ka të vëgjli edhe ka ajkulla, loj peshqi të mëdoj, e kujdi shka. Shumë akvarium i mirë. Për ndryshe kena kalu kontrolën e pasaportit edhe për momentin kena hi mrena në Gjidde. Pra si që thash parti dhe me thonë tash kena të shku me marrë trenin e shpejt edhe për 2 orë do jemi në Medine. Pra si që një te po njerës dhe me thonë transportit prej në Gjidde deri në Medine është me tren shpejt që e kap diku 300 km shpejtësie në orë. Edhe këtu mrejna dhe me thonë treni është qash shumë komfort se që beso s'mun është me vrejt që është të vozit 300. Thuti se një 50 të vozit.
Dhe më thonë, na qëtë këto për një ore, në fakt 2 orë i ka komplet, po unë tash për në gjistu dhe se më të gjizu. Për një orë 20 minuta jena në Medine. Sa po kena mrinë në Medine, kena dollë për trenit edhe për momentin dhe më thonë, jena të dollë edhe prej stacionit trenit. Që ka me pak i stacionit trenit. Alamet i madhë. Shkërë që shdukët. Pra kjo stacioni trenit. E tash prej këtu besoj që kena me shku në hotel mu sistemu. Edhe mas hotelit besoj që kena me shku me fali acien të xhamia pejgamberit a.s. Si do të qoftë në këtë proces këtë kena me gjizu, kështu që rini me neve edhe për support futën një like kësaj videos. Kurse ne këto autobuzave jena të ju hip, edhe vazhdojmë për te hoteli. Kurse këtu sa të dalë që të me thonë prej të stacioni i trenit, njerë është një xhami, nuk e di, a është një farë xhamie historike, apo është thjesht xhamie ndërtume në kohën tonë. Dhe më në fund këna mritë hoteli në Sukal Hijra ku kena me net, ama s'po di shka të thambe. Një atmosferë shumë e mirë. Okej, në më thonë kena orë në hotel, edhe tash për momentin kena orë në bufe, e kena bufe në hap, edhe kena më marrë ushqim prej të kjo bufe. Kena bo bajegi rrugë, kena unë tu, duhet mu ushqi pak se mas ne me mledh forcë për namazë, për ibadete, për shëtitje, për krejt gjonat. Qështu? Në shumë në farë ushqimi ka. Qështu pas ka pilaf, ama s'ko ka si i joni, oreza pilava, shka mi thonë. Pas ka dalim pitonës. Në prove. Ajtë edhe pak piksa të caritës. Shumë ma i thatë se i joni koka. Okej. Shtu pas me makarona, shtu grosh, pa tjetër me marë pak, se me orez shkon. Këtu ka pull, qëtu po do kënë si mantije, edhe këtu do gogla janë. Kena mi provu pak. Për momentin e kena bo një qësi kombinimi të ushqimit. Të shohmi se janë të vërtejta të muhabetet që ushqimet arabe janë trona, ose kanë erë, së një hajmë këtë diqka. Të shohmi, kam ju kalzu. Se fillim një provë orizit. Shumë mirë. Po sa qëresht me këtë groshët që ja kena gjitë për mirë, shumë mirë. Më intereson që kjo gogla a ka erë. Mishi a ka erë. Ja. As mishi s'pas ka erë, po pak më duket vjekë s'koka, pak. Ama orizi fantazi. Tash edhe këtë mantijen s'bon pa e lan pa e provu. Me gjithë s'koka. Knaqka. Vallaj të knaqka. Se di, qëto ushqimet mu po më përgjejnë. Kurse edhe një falenderim e veçantë shkon apet për thamë. Për kompanijën Hijaz Tours, që ka bo kësi organizimi ka shtë mirë, rati, komfort, s'kena pas asë një problem, kena u thumë aeroplan, në kufi, ketë qysho procedura mas miri, me tren, s'kena marrë vesh kur gjo, ka kalu koha shumë shpejt. Tani me autobus të hoteli nga kam pru, hoteli shumë i mirë, kam jo kalëzut tani kur t'kina në hotel, stafi, pozitivitet, valloj mu knaq, pasha allajnë po. Pra njerë se sot qyshu thash, kena arë në hotel, edhe thash t'ja u tregoj pak dhomën se qish dokut. Pra, e kena një dhomë bajegisit madhe, kena krevejta sa dush me më falë për jelekin që e kumë gjysë që budalë. Për ndryshe, dhoma është mega lux, edhe këtu e kena një farë pamje të mirë. Hop. E pastërt, e mirë, do me thonë, rahatia on top. Tash ka me të regu edhe banjo, në tash shifni se që është edhe banjo. Po u tregoj për arsye se na i kusht ndoshta ka qef me rezervu ose me shku me ardh me kry umrën. Domethënë, ti keni pak a shumë këto informata në kryet juve kur ta bëni zgjedhjen se me çfarë agjencioni doni me shku. Unë për veti me Hijazin edhe se ndroj Hijazin. Domethënë jam i kënaqur. Pro këtu e kena edhe banjon.
Do më thonë, që kjo jam unë, okej. Do më thonë, qëtu e kena paqiren, qeshma, tush kabina, gjanë, mirë, super. Këtu, WC-ja, peshkira, super edhe banjo, komfort. Të pajisjet i kena, edhe këtu apetone jam. Tash kena dalë, do më thonë, prej hotelit, jena të shku të xhamia pejgamberit a.s. me falë akshamin edhe jacin. Do më thonë, diku 2-3 minuta në kame kena hotelin largë xhamijes, si që një të po, do më thonë që minarët të tukën, vetëm rruga kryesore në ndonë, largë xhamis, lokacion të hotelit kena perfekt. Do më thonë, kur duna mundmi me shku në xhami për ibadet. Hajde tash, kam e okazo dhe xhaminë mrejna kur t'hip. Pra së që një të e po njerës, këto jena të hi në xhami kadal. Këto është obori i xhamis. Pra së që një të e po, këto është obori i xhamis. Dhe një të e po se për i me është i ndriçum ki ven. Shërëve sa mirë. Mirë se erdhët në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tu para nesh e kemi xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aqe ku është kuba jeshile, shifni? Në drejtim të kubës jeshile është varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot aty gjendet varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma bejne bejti wa minberi rawdatun min riyadil janna." Mes shtëpisë time dhe minberit tim është prej kopsheve të xhennetit. Do të thot, ku është varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aty ka qenë shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aty është i vorrosur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, aty është i vorrosur Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu anhuma. Kur jemi tek qyteti i Medinës, për nga madhësia ka qenë kështu sa është kjo obori. Do thotë sot është me madhësi shumë më e madhe, do thotë këtu në këtë obor kanë qenë shtëpit e sahabeve, kanë qenë shtëpia e Ebu Bekrit radiallahu anhu, kanë qenë shtëpia e Omerit edhe gjithë sahabeve të tjerë. Gjithashtu kur jemi tek Medinja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky vend është i veçuar me disa cilësi. E për tjera është se e përmenda dhe në autobus, se këtu në këtë qytet është apo kultivohet hurma ajwa, që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i han mëngjes 7 hurme ajwa, atë ditë nuk e rrok apo nuk e kap as sihri dhe as helmimi. Prej veçorive që ka ky qytet është se në këtë qytet është edhe kodra e Uhudit, që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Hadha jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Kjo është një kodër që e dojmë dhe na don neve. Gjithashtu paralajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kjo kodër do të jetë në xhennet. Veçori që ka qyteti i Medinës është se këtu është xhamia Kuba. Që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush merr abdes dhe niset në xhamin Kuba, në kamp apo hipur në kafsh dhe i fal 2 rekat namaz në këtë xhami, është si me kry një umre. Gjithashtu, prej veçorive që ka ky qytet, është se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Salatun fi masjidi hadha khairun min 1000 salat." Një namaz në xhamin time, në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është sa 1000 namaze. Do thot, me fal një namaz si me i fal 1000 namazë shpërblime. Andaj t'i shfrytëzojmë këta momente që jemi këtu në këtë vend, t'i falim namazet në xhami dhe mos të qëndrojmë në hotel, mos na ik asnjë namaz. Do thot, prezantojmë për çdo namaz, të vim më herët 30 minuta apo 40 minuta dhe kështu do t'i arrijmë
do t'i arrijmë namazet dhe do t'i arrijmë shpërblime që na i ka premtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra dashin atë shku me fal namazin e akşamit edhe jacis. Ka dalin ato i në xhami. Më falni pak se i emocionum. Pra, po him në xhami, minarët shumë bukra, vendi shumë i bukur. Allah. Gjithçka perfekt. Pra kështu është hymja e xhamisë. Është një xhami shumë e madhe. S'ka s'ke. Qëtu tash ja u tregoj. Ne kena ujin e Zemzemit. Pra, si që në tje ka, këto burët janë komplet të mushta me Zemzem. Hajde të pijmë pak. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.